Faleminderit shumë për kohën. Sot me drejtorin e fondit jemi këtu në Gosivar, në institucionin komunales, me qëllim që të shohim dhe të zgjidhim problemin që është mbi 2 dekada, problemi i cili vërtet është problem bazik për fat keq sigurimi shëndetësor i qytetarëve që punojnë këtu. Ato janë 109, pra bëhet fjalë për 109 familje që me vite, me decenje punojnë dhe s'kan sigurim shëndetësor. Ashtu si çdo herë që kemi qasjen të definojmë problemin dhe të zgjidhim problemin, filluam procedurat bashkë me drejtorin e fondit në fondin për sigurim që të shohim kush është zgjidhja e këtij problemi, për fat mirë në bord kaloi dhe zgjidhet problemi, ashtu siç theksoi edhe drejtori, nga java tjetër të gjithë të punësuarit në këtë institucion do të kenë sigurim shëndetësor i cili atyre ju ka takuar me vite, me dekada, për fat keq nuk e kam pasur. Pra ideja ishte që të zgjidhet procedura administrative edhe financiare. 2 janë qasje që do t'i kemi. Në aspektin financiar nëpërmjet qeverisë do të shlyhen këto borxhe, ndërsa në aspektin administrativ nëpërmjet fondit do të fillon nga java tjetër sigurimi shëndetësor për çdo qytetar. Uroj që ma pak ta shfrytëzojnë dhe mos kenë nevojë shëndetësore, megjithatë është aspekti i sigurisë që secili prej neve dëshirojmë ta kemi, që nëse në moment kemi nevojë për ndonjë shërbim shëndetësor, ta marrim atë pasi që këto janë të punësuar këtu dhe ju takon me ligj.